Po do udhëheqësit e Grenlandës, thanë që ne do bisedojmë vetë me Amerikanës, jemi as Amerikanë, as Danez, kështu që ne do flasim vetë për këtë. Është një vartësi honorifike, do thosha, në ombrellën e mbretërisë së Danimarkës. Presioni Trumpit, apo mendon se edhe mendon se mund të përdor ushtrinë, se po të shikosh çfarë ndodh në realitet dhe çfarë thotë zoti Trump, duken pak të çuditshme. Aty janë 57.000 banor, ndërkohë që Amerika ka qindra ushtar, s'ka nevojë fare për t'i sjellë nga vendet e tjera se i ka aty. Zese është nën pushtim. Rreth 500 ushtarak janë të vendosur në bazën e tyre në Grenland. Dhe unë mendoj që nuk ka asnjë nevojë Shtetet Bashkuara të Amerikës për përdorur forcën, do gjej format e tjera duke biseduar. Përfshi me NATO këtë që po bën Britania tani? Nuk shoh ndonjë. Ajo për pjesën arktike dhe për pjesën e linjës, nëse NATO do të vazhdojë të jetë e të funksionojë kështu siç ka qenë deri tani, janë pjesë nga puzzle-i i madh i funksionimit dhe i objektivat të NATO-s në përgjithësi, edhe reagimi si i Mbretërisë Bashkuar ashtu edhe i Francës. Këtyre në përgjithësi, duke vënë veten në pozicionin e një lideri të një vendi, siç kanë qenë me emër dhe me traditë në të gjitha fushat, Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania, nuk u vjen mirë që Trumpi del gjithmonë prominent dhe figurë qendrore, sepse ka një shtet të fuqishëm në mbështetje. Nuk është dosje dhe ka punuar në mënyrë të vazhdueshme, pavarësisht se mund të ndrohen presidentët, politikat dhe strategjitë e tyre nuk ndryshojnë. Ky i ka radhë për të realizuar, ai e bën në formën, si thosh, tipike të një lideri dhe të një biznesmeni, mendon dhe për ekonominë. Dhe detyrimisht që në arenën ndërkombëtare bën thyrje në një farë mënyre. Por ai për momentin jam i bindur që ka edhe i bie edhe mbështetja edhe partisë tij brenda vendit të tij. Por kur të shoh rezultatet e ekonomisë, aty preket qytetari. Por edhe është edhe teoria tjetër që një burr shteti mendon për brezat e ardhshëm, jo për zgjedhjet e ardhshme. Dhe kjo është ajo largpamësia e tij dhe e Shteteve Bashkuara të Amerikës si një favor dhe një hap që lëviz gjithmonë përpara Evropës. Por mund të jetë një strategji e presidentit amerikan kjo lëvizja e britanikëve dhe francezëve, sepse më sjell në mendje lëvizjen që bën britanikët dhe francezët edhe për Izraelin, për Palestinën, më saktë, kur deklaruan se do ta njohim, më pas doli në sipërfaqe që kishte diskutime dhe doli plani Trump. Edhe tani ndoshta sepse tani një sulm brenda një alati të NATO-s do ishte një goditje shumë e madhe për NATO-n. Dhe natyrisht nuk besoj se kjo intereson as zotit Trump. Pra, me këtë gjë mund të shty disi në kohë, ndoshta apo të modifikoj qëndrimin e vet, apo... Unë mendoj që çdo fjalë që flet një president i një shteti, një lider i një shteti, nuk është rufe në qiell të hapur. Ka një paraprgatitje, por hidhet shpejt një fjali për të parë reagimin dhe për të përgatitur veprimet dhe terrenin në pastajmen. Kjo besoj që do të realizohet, por edhe nuk ka pse të ketë asnjë përplasje, asnjë konflikt brenda NATO-s vetë. Dhe detyrimisht që po pati një gjë të tillë që qoftë darkë nuk besoj se do ndodhë, por po pati atëherë për shkak se ekzistuari NATO-ja. Se s'ka kuptim më, artikulli 5, kur mbahet nëse sulmohet një vend, janë sulmuar gjithë NATO-ja, atëherë do të thotë që si do funksionoj artikulli 5, mbrojtja kolektive. Nuk mund të funksionoj. Nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do ndërmarrin një hap të tillë, atëherë do quhet një agresion i hapur ndaj një antari tjetër të NATO-s, siç është Danimarka, sepse për sa kohë është në ombrellën e mbretërisë së Danimarkës, edhe ishulli i Grenlandës, do të thotë që kjo strukturë politike ushtarake prej 80 vjetësh e krijuar dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë iniciatori i parë, kam bindjen që pushon se ekzistuari. Por unë besoj dhe shpresoj që nuk do të ndodhë në këtë formë, do të gjenë në forma të tjera, edhe jo më kot sekretari i shtetit do të udhtoj për në Danimark, do të udhtoj edhe për në ishull, do të takohet me liderit atje, do bisedojnë format dhe mënyrën se si do të hidhen hapat në vazhdim. Jam i bindur që do gjenë një formë e butë, e pranueshme, që të ketë një zgjidhje ku aty të dominojë NATO-ja ose të dominojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës larg asaj që mund të lakmonin dhe e lakmojnë normal rusëve dhe kinezëve. A ju intereson edhe europianëve duke parë
mënyrën se si operojnë që ky ishull të jetë në nëmbrellën mbrojtëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se i bie që edhe gjithë Europa të jetë pastaj më e mbrojtur, se Europa, kështu siç është, ku secili shef interesat e veta nacionale, është pak e vështirë që të operojë së bashku. Ndihma, unë mendoj që është edhe duhet të jetë e pranuar, sa është i ndihmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i japin Evropës në këtë rast, ata bëjnë për sigurinë e tyre, por përfshin dhe sigurinë e Evropës në një farë mënyrë, se kur mbrojt krahu, është i mbrojtur edhe për shtetet evropiane, pra pjesën e perëndimit. Unë do thosha që kur nuk ke mundësi dhe kapacitete për të vepruar vetë, ndihma është e mirë se ardhur dhe e pranuar. Kështu e konsideroj. Tani, zoti Trump foli në gjutash për sa i tronditi dhe njerë gjithë europianët për Grinlandën, por ndërkohë duket se Irani dhe Kuba janë dy objektivat dhe më të shpejt. Unë mendoj që me pjesën e vendeve rreth detit e Karajibeve duket sikur Po i zgjidh. është mbaruar. Është mbaruar puna. Po, është finalizuar ajo çfarë ai synonte. Rëndësishme është mbajtja sa më larg jashtë territoreve të tyre e kinezëve. Dhe këtë mendoj se e ka realizuar tashmë. Detyrimisht duke vendosur në Venezuelë një presidente pro tyre. Po, që duket se kanë marrëdhënie shumë të mira, kanë rënë dakord edhe në të gjitha aspektet. Dhe thirrja që ju ka bërë për të reaguar dhe për të treguar të kujdesshëm leadershipin në lidhje me marrëdhëniet ruse apo kineze të këtyre vendeve, 3 vendeve të tjera, do të thotë që ata jam i bindur që e kanë kuptuar dhe s'kan as më të voglin interes që Shtetet e Bashkuara të detyrohen për të bërë ndërhyrje të tilla. Kurse për sa i përket Iranit, situata në Iran është pak më e komplikuar dhe delikate. Për 2 arsye mendoj. Së pari, lideri i Ayatollahëve, që ka shumë vite që e drejton, e ka tepër të vështirë sepse duke e parë veten dhe duke besuar tek vetja dhe duke e prezantuar në publik që jam i dërguari perëndis në Iran, ai nuk mund ta lejë e të largohet për të kërkuar azil diku në një vend. E para. E dyta, mosha 87 vjeçare nuk i jep shumë shanse për ta bërë një gjë të tillë. Dhe kjo është pjesa e qendresës dhe e reprezaljeve që për fat keq po ndodhin mes protestuesve dhe gardës revolucionare. Ka bërë një tolerancë të vogël, nuk ka futur forcën direkt armatosur, por ja ka kaluar kompetencën gardës revolucionare. Ata janë shumë më të ashpër, sepse ata kanë qenë mbështetësit kryesor të ardhes në pushtet, dhe këto janë gabime të cilat për një arsye apo për një tjetër, se largimin e shahut e kanë kërkuar vetë iranianët. E vërtet.